Ky program mundësohet nga Hellmans. Shtëpia jon, ku konsumojmë kafen e mëngjesit, ku informohemi, ku natyrisht japim përshëndetjen e parë, kështu që një ditë të mbarore për gjithë ju, mirëmëngjesi, miqve besnik të transmetimit Ditë e Re në Ora News. Ora ka shënuar 7, natyrisht ne kemi startuar edhe këtë mëngjes të sotëm, i cili natyrisht në 2 orë të drejtë për drejta transmetimit do të sjell gjithçka, sikurse unë i përmendaj që në fillim do të prekim pak aktualitetin nëpërmjet faqeve të para të gazetave, të cilat janë aty për të informuar se çfarë kanë qenë çështjet më të rëndësishme në këto 24 orë, por patjetër një pjesë e rëndësishme janë edhe miqtan në këtë studio që natyrisht sjellim të tjera bisedat e aktualitetit. Sot do të prekim sërish çështjet e fëmijëve. Një raport i dal pikërisht ditën e dieshme nga World Vision konstaton edhe një herë, le të themi, problemet të cilat janë prezente tek fëmijët. Mirëqenia e fëmijëve është tema ku ne do të diskutojmë sot dhe do të shohim pak se sa prezente është kjo mirëqenie në një pjesë të madhe të shoqërisë shqiptare, gjithmonë më tepër për te kryeqytetit, por patjetër do të flasim edhe për gjëra të bukura, do të flasim për një ekspozitë të një vajze të re, por shumë të talentuar. Hapas hapi, natyrisht duke mos harruar edhe krenarin ton të dashur, i cili me shumë dashuri na gatuan pjata të ndryshme për t'i servirur për të gjithë ju. Për momentin shkojmë dhe shohim çfarë ndodh me situatën meteorologjike, është momenti ku ne marrim informacionin e motit dhe takojmë bashkë te këndi i gazetave.
Ishte informacioni I parë, por natyrisht pasohet edhe nga shumë të tjerë, ku për momentin jemi të këndi gazetave dhe shohim çfarë na ofrojnë faqet e para të gazetave. Jemi me Koha Jon, e cila në qendër të saj dhe në kryesill këtë titull Gru shteti apo shtet ligjor. Çështja e përgjimeve, lufta hapur mes prokurorisë, gjykatës dhe qeverisë. Politika ndahet në dy kampe për ndalimet e djeshme nga organi I akuzës. Natyrisht shoqëruar ky titull edhe me një artikull që vjen në faqen 3 të gazetës Koha Jon. Për të vijuar më tej edhe me të tjera çështje të rëndësishme, Ilir Meta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fjalim në forumin global të Komitetit Hebraik Amerikan në Washington, shoqëruar edhe me një foto shkëputur nga fjalimi I tij pikërisht në Amerikë. Në faqen 5 do të keni edhe një artikull të plot. Shkojmë më tej tek përplasja, Rama, pezullimi I Çakos, makinacion politik, Basha, të iki, Tahiri. E lexoni në faqen 2. Ministri Kocia se ardhmja e Shqipërisë varet nga marrëdhëniet me Greqinë, një pjesë e shkëputur nga fjalimi I tij në këtë vizitë dyditore pikërisht në Shqipëri. Në faqen 8 do të lexoni detajet. Investimi, kryebashkiaku Veliaj, kulla e Sahatit, një tjetër pikë tërheqëse për kryeqytetin, do ta gjeni në faqen 9. Shkojmë më tej në forum, dita ndërkombëtare e fëmijëve në Kosovë nga Entela Binjaku, më tej urdhri I infermierit, sfidat për të ardhmen nga Agron Sejamini. Të dy këto artikuj I gjeni në faqen 20. Më tej historia e europianëve të futbollit Euro 96, hakmarrja gjermane kundër Çekis nga Skifter Këlliçi. Intervista Ristani, PD-ja s'ka përplasje me SBA e BE, Rama ishte dakord për vendet e rezervuara, e lexoni në faqen 6. Shkojmë edhe tek opinionet e ditës së sotme, duke nisur me të parin nga Frok Çupi, si 2 pika ujë me Shkupin në faqen 10. Koment prestigjatori me 2 fjalime në xhep nga Andi Bushati në faqen 11 dhe për ta mbyllur analizë Rama e Basha për pasojën më parë se shkakun. Një analizë nga Lorenz Vangeli të cilën e lexoni në faqen 14 dhe ishin titujt e parë shkëputur nga gazeta Koha Jon. Do të shkojmë njëherë tek një tjetër e përditshme dhe fokusohemi tek gazeta shqiptare. Largohet Haki Çako, prokuroria implikim me përgjimin, dyshimi për pajisjen e italianëve, gjykata pezullon kreun e policisë. Arrest shtëpie për shefin e forcave operacionale, prokuroria, drejtori I përgjithshëm dyshohet për shpërdorim detyre. Tahiri, Çako dhe zyrtarët nuk bën asnjë përgjim. Të gjitha këto do t'i gjeni edhe në brëndësi në formë të detajuar. Për të shkuar më tej tek Anastas Kondo, emrat e të padenjve, porno, vjedhje dhe doping ja raporti sekret në Partinë e Punës Shqiptare për sportistët tanë më 1987. Në fakt, ishte një material dosier që vjen në faqen 12 dhe 13 të gazetës shqiptare. Do të shkojmë më tej, kryeministri reform në drejtësi, kreu I PD-s, inkurajim Llallës, Rama, prokuroria, makinacion politik, Basha, jo koka turku, të ik, Tahiri. Do ta lexoni pikërisht në faqen 4 dhe 5. Për të shkuar më tej, Marcela Çaushaj më goditi se do të nis punë. Arrestohet burri që rau gruan, viktima do më vras, po e lirua. Në fakt është një video e cila ka tronditur dje median dhe rrjetet sociale. Do të kemi edhe në bisedën e parë mundësi pas pak të shohim disa momente nga kjo ngjarje e rëndë ndodhur në Vlorë, shoqëruar edhe me bisedën tonë, ndërkohë që do të keni edhe këtë artikull ku tregon se arrestohet burri që rau gruan, viktima do më vras, po e liruat. Kështu që në faqen 14 do të keni mundësi që të lexoni edhe detajet e kësaj ngjarjeje. Për të shkuar më tej tek vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meta të rim të bashkuar kundër çdo lloj terrori, e gjeni në faqen 7. Për të shkuar më tej edhe në një tjetër artikull, emrat në qark, legalizimet në fier, familjet që marrin lejen nga Luizni në faqen 10 dhe 11. Kompensimi, emrat që nga viti 1993, pronarët, ATP-s bardh emrat e përfituesve dhe sa lek merr secili. Në faqen 19 dhe 22. Shkojmë më tej dhe vijojmë me energjia, Gjiknuri Çelas, një faturë a forfet deri në fund qershori.
Mëtej, fletë regjizori, Bozo, të ndim nga kompromiset, kam zgjedhur të jem original, në një intervist në faqen 7. Ishin këto pra dhe titujt e gazetës shqiptare, një tjetër e përditshme me titujt e saj vjen tani dhe shpikërisht Gazeta Shekulli. Shohim debate, tensione, akuza dhe shantazhe në mbledhjen urgjente të grupit parlamentar të PD-s, kërcënohen deputetët pro reformës. Drejtuesit e PD-s sulmojnë ndërkombëtarët për lojë të pistë. Selami u tërheq vëretin anti-europianëve duke kërkuar vazhdimin e dialogut, Basha tregon emailët me Lun. Në faqen 7 vjen i plot ky material. Në qendër të gazetës Shekulli do të lexoni goditet kupola e policisë, prokuroria lejuan përgjime, dosja e plot, pezullohet drejtori i policisë dhe dy vartësit e tij akuzat për pajisjen Imsi Keçër në faqen 4 dhe 5. Reagimet, aparati përgjues, Rama i kërkon ndjes Italis. Nga Nikoleta Kovaçi në faqen 6 do të gjeni edhe detajet e tjera dhe duke mbetur te Gazeta Shekulli shohim edhe në krye të saj Vlor gruaja rrihet nga ishburri, dua të më lër të qetë, të rris fëmijët e mi, në faqen 14. Mëtej, reportazhi ballçi naftëtarëve që protestojnë për bukën e gojës, qyteza e harruar pas mbylljes së uzinës, mjarimi që ka pllakosur shtëpitë e protestuesve, Ministria landuart. Në faqen 10 dhe 11 vjen pikërisht ky material. Shkojmë ndërkohë tek Ulix Femiu, aktor, shpresoj që Bekim Femiu të ndihet krenar për mua. Regjizori Miki Manojlović sjell shfaqjen Romeo dhe Julieta me artistët serbo-kosovar në Tiranë. Djali i aktorit të madh plotson ëndrrën e teatrit duke folur shqip në teatr. Në faqen 18 dhe 19. Dhe shohim dhe lajmin e fundit, Frederik Veseli, nuk ndihem zvicerian, kam lindur dhe do të vdes shqiptar. Deklarat që vjen edhe shoqëruar me një intervistë në faqen 20 dhe 21 dhe ishim pikërisht me titujt e gazetës Shekulli. Shkojmë tashmë tek tema, edhe në qendër të saj do të lexoni presion për të mos votuar reformën në drejtësi. Basha sulmon perëndimin dhe kërcënon deputetët e PD-s. Do t'ju shkri. Në faqen 3 mund ta lexoni këtë artikull të plot. Izet Haxhia, Karaxhiçi shqiptarëve gjithçka kundër reformës. Në faqen 5. Mëtej është hapësira, antena brenda familjes. Karmina justifikon shpërthimet në mesnat, nuk e bënim dot ditën se zeni mban Ramazan. Ndërkohë shkojmë mëtej, shteti që i ka hequr brekët Aleksandër Frangajt, do ta gjeni në faqen 10. Ndërkohë editoriali me Merobaze, kush është me Europën, do t'i bëjmë gropën. Është materiali nga Merobaze që vjen në faqen 8. Spartak Ngjela shkoi kërrysur sa lidhe voto se nuk merresh dot me Amerikën ti, një material që vjen në faqen 8. Shkoj mëtej, mos e pi helmin kiri nga Sokol Balla. Andi Bushati sjell Rama e përdori Bashën e gjeni në faqen 9. Shkojmë ndërkohë tek gjykata pezullon nga detyra drejtorin e policisë së shtetit pas kërkesës së llallës. Rama loje pisët politik e prokurorisë. Ndërkohë investigimi me çfarë jetojnë berishët e rinj, Armina Zonjusha me 7-0. Po spektakli me fishek zjarre sa kushtoi, gjithçka e gjeni në faqen 10 dhe 11. Ndërkohë gjyqtari që pezulloi Haki Çakon ka dënuar me burg protestuesit e 21 janarit dhe babain e Sajmir Tahirit, material që vjen në faqen 7. E kemi mbyllur edhe me titujt e gazetës Tema. Shkojmë ndërkohë dhe shohim çfarë na ofron faqja e parë e gazetës Mapo. Përplasja e parë Rama Llalla, skandali i përgjimeve, gjykata pezullon Çakon dhe arreston dy vartësit e tij. Ky është lajmi qendror edhe në këtë gazetë, të cilin do të mund ta lexoni në faqen 6 dhe 7. Ndërkohë Jasi përgjigjet djali i Bekim Femiut për pavarësinë e Kosovës, e gjeni në faqen 20 dhe 21. Ndërkohë reforma në drejtësi, Basha, emailët me ambasadorin Lu për vendet e rezervuara, në faqen 4 dhe 5.
Dalin pamjet e atentatorit të Elbasanit, 20.000 euro shpërblim informatorve. Policia e Elbasanit publikoi dje pamjet filmike të autorit të dyshuar të plagosjes së Bledar Muçës dhe efektivit të policisë. Por informatorët, strukturat e rendit vënë në dispozicion 20.000 euro shpërblim. Lëvizjet e atentatorit pas kryerjes së krimit dhe kamuflimi për të mos u identifikuar. Do ta gjeni në faqen 9. Opinion, Rama dhe Basha, liderët s'janë më të ngrirë nga ndriçim Kulla. Mëtej, ndërkombëtarët, dështakët kryesor të reformës nga Ergys Mërtiri. Video shokuese 44 vjeçari dhunon bashorten në sy të fëmijëve të mitur. Është pikërisht ngjarja që ndodhi paraditën e djeshme në qytetin e Vlorës dhe gjithë skena e tmerrshme dhunës është filmuar nga disa dëshmitar okular aty. Në faqen 9 do të gjeni dhe detajet, ndërkohë shkojmë tek editorial nga Arion Sulo, dështimi Rama Basha si fillimi i suksesit të reformës. E kemi mbyllur edhe me Mapo dhe ndërkohë do të shkojmë tek e përditshmja dita, duke nisur që në krye të saj ikja plot pikpyetje e Haki Çakos. Çfarë thot dosja hetimore, si u njoftua Çako, letra Ramës për italianët, a do të apelohet vendimi, kush e zëvendëson? Pikpyetje që zbardhe në faqen 2 dhe 4 të këtij artikulli. Në brëndësi nuk e di se çelb u rrjedh në përvena nga Arben Duka, mëtej apatia që ushqen përbindeshin nga Mihal Kalia, si dhe vrasësi arratisur dalin pamjet pikërisht në lidhje me ngjarjen e ndodhur në qytetin e Elbasanit. Shkojmë tek pyetjet pas një deklarate, çfarë thon emailet Bashalu, a thuhet në emailet e ambasadorit, ne do ta detyrojmë Ramën të pranoj, a i ka pranuar ambasadori Lu pretendimin e Berishës që në muajin shkurt, a ka emaile siç pretendon Basha, debatet e plota dje në mbledhjen me dyert të mbyllurat PD-s dhe analiza e Andrea Stefanit, po që për pazar politik më mirë pa reform. Në faqen 5, 6 dhe 7 do të lexojmë artikullin mbi të cilin ngrihen të gjitha këto pikpyetje. Shkojmë tek kujtimet e Xhelal Staraveckës, Simon Brojti në gjyqin e Romës dhe Jusha të cilës i kisha vrar burrin në Shqipëri. Mëtej në brëndësi, Valbona, turizëm dhe një ftesë për të mos e vrarë nga Entela Resuli dhe provimi i letërsisë, lista e veprave nga do të merren pyetjet matura 2016, gjithçka vjen e zbardhur në faqen 12 dhe 16. Dhe shkojmë mëtej tek gazeta Telegraf, e cila sjell këto tituj, kryetarët e partive përgjegjës për deputetët dhe kryebashkiakët e inkriminuar, vjen në faqen 4 dhe 5. Zbardhet raporti top sekreti i prokurorisë për krye policin Haki Çako. Pezullohet kreu i policisë, arrestohen 2 zyrtarë të lartë. Hetimet e organit akuzës shkojnë në sferat më të larta të Ministrisë dhe Komisionit të Sigurisë. Hapasapim në ngjarjen e djeshme, sekuestrimi i pajisjeve kompjuterike të kreut të policisë dhe implikimi i diplomatëve italianë. Në faqen 6 dhe 7. Ndërkohë vjojmë mëtej, mbetemi në Telegraf, ultimatumi i Partisë Demokratike, gati të lë mandatet nëse mazhoranca do të blej deputet për reformën në drejtësi. Në faqen 2. Klik Expo Group, event madhështor dhe zëri shqiptar në ditën globale të ekspozitave. E gjeni në faqen 13. Investimi 200 milionësh i Kodhelit, mbrojtja në vend që të liroj oficerët pianecet pa disiplinuar, ndërton Biruca me milionat e taksa paguesve. Një tjetër lajm denoncues kësaj here që vjen në Telegraf në faqen 11 të kësaj gazeta. Ilir Meta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryetari i Kuventit merr pjesë në forumin global të Komitetit Hebraik Amerikan në Washington. Shqipëria dhe Izraeli, marrëdhënie të shkëlqyera në të gjitha fushat, e gjeni në faqen 3. Hetimi i prokurorisë në zyrën e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit gjendet një listë partie me 123 emra për punësime në polici që do të merrnin përsipër rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme. E lexoni në faqen 9. Skandalet e shëndetësisë, koncensiona mjekësore me miliona euro që bëhen pasuri klanesh, ortakësh e familjarësh të rilindjes.
Ilaçet e hemodializës 40% më shtrenjtë se kompania fituese në faqen 10 dhe 11. Është hapësira Mozaik dhe Aktualitet që sjell hipokrizia e ministres me kulturën dhe diskriminimi ndaj Skënderbeut, Ismail Qemalit e të tjerë. Për vjetor të lavdishëm nga Mustafa Bakiasi, Goni Çuçllari, Enver Onuzi dhe Jonus Çaushi në faqen 17. Intervistë me shpëtim duron, pjesë të mos presim edhe surpriza nga kombëtarja Jon në faqen 20 dhe 21. Për shkuar tek opinion dhe koment, Normandia dhe fjalimi historik i Ronald Reaganit nga Frank Shkreli në faqen 8. Hashashi pushton Shqipërinë nga Ferit Shtjefni, do të lexoni një material të plot në faqen 9 dhe kemi përfunduar edhe me titujt e gazetës Telegraf, vijojmë me titujt e Standard. Pajisja e përgjimit vjen edhe në këtë gazet, në krye të titujve pezullohet Çako në nënhetim Ministri Tahiri, prokuroria, ja shkeljet. Kryeministri sulmon krye prokurorin Lalla, pezullimi marrëzi, Tahiri akuzon prokuroria i Shërbeu opozitës. Italia të rejsh shefin e misionit të Interforcës Basha, largimi i Tahirit i hap rrugë hetimit të plot të skandalit të përgjimit. Ministri i Drejtësisë Manjani, zbatimi i ligjit shkomentohet, ligjërimi politik nuk ndihmon ecurinë e çështjes. Gjithçka në faqen 2, 3 dhe 4. Shkojmë tek Komiteti Ebraik Amerikan, Meta, marrëdhëniet Shqipëri-Izrael të shkëlqyera bashkë kundër çdo terrori, në faqen 5. Për të vijuar me skandali, dhuna zbret në rrugë, burri rre barbarisht në sy të fëmijëve i zhgruan, aktualitet që vjen në faqen 8. Ngjarjet kriminale, Elbasan, atentatet e përsëritura nxjerrin në pa dështimin e policisë së shtetit, në faqen 7. Mirëqenia në botë, raporti Shqipëria në vend të 108, ferri mbetet siguria. Pyesni konsullin ambasadas Sharon si të emigrosh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në faqen 19. Ndërkohë Klik Expo Group në 8 deri në 10 qershor përvoja të dobishme nga eventet ralla. Shkojmë ndërkohë tek auditimi në Bashkinë e Tiranës, ekskluzive KLSH zbulon lumë shkeljesh nga Veliaj në projektin e Unazës së vogël, një material i plot që vjen në faqen 10 dhe 11. Debatet në grup, Vlahutin e BE e pozicionuar Basha, opozita do të djeg mandatet nëse trafikohet vota. E lexoni në faqen 6. Shohim ndërkohë shëndet dhe estetik, sigurohen ulçera, bajamet dhe infeksionet urinare. Si të dalloni trompozat e venave të thella, formula për reduktimin dhe zhdukjen e celulitit në këtë hapësirë kushtuar shëndetësisë. Kemë përfunduar edhe me këtë gazet, do të shkojmë tek e përditshmja 55, Edi Rama mbron përgjimet, sulmon drejtësinë. Ky është titulli qendror pikërisht në këtë gazet. Matej Basha, dorëheqja e Tahirit nuk mjafton, largimi i Edi Ramës një orë e më parë, domosdoshmëri është titulli tjetër që vjen në qendër. Mbledhja e grupit parlamentar demokrat, kreu i PD-s, nëse do të kemi rrjedhje votash, djegim mandatet. Reforma në drejtësi, Basha, vendet e rezervuara u propozuan nga Obdat dhe u pranuan nga Rama. Ndërkohë ndjesa hipokrite e Edvinit për qeverinë italiane është një tjetër hapësirë në gazetën 55, për të shkuar tek skandali me përgjimin, gjykata e Tiranës pezullon nga detyra drejtorin e përgjithshëm të policisë, Haki Çako. Formulari i deklarimit, kryebashkiaku i Tepelenës, Tërmet Peçi, fshe vendimin e gjykatës për përdorim të dokumenteve të falsifikuara. Mëtej bashkëpunimi ndërkufitar Kosovë-Shqipëri, Gjakov Tropoj-Has dhe Prizren Kukës, nga Ylber Vokshi gjeni një material dedikuar këtij titulli. Policia kthen Muzeun e Punëve të Brendshme, ekspozohet koburja e njërit prej figurave të diktaturës që gjakosi revoltën e Spaçit, nga Dan Epelo e gjeni në faqet në brendësi. Dhe për të shkuar në forum historike, Hillary Clinton arrin numrin e votave e para femër që do të kandidojë për presidente në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Dhe në gazetën 55 është edhe hapësira dosier 1960-61, procesi politik ndaj grupit Çam në të temës Ekos, 4 dënime me vdekje dhe brohoritje popullore. Relacioni i Kadria Zbiut saktësonte se po dënoheshin persona nga krahina e Çamërisë. Material nga Kastriot Dervishi. Largohemi edhe nga Gazeta 55 dhe mbrim kësaj here tek Rilindja Demokratike, shohim në qendër ikën Çako dhe Grillo. Italia ka tërhequr shefin e misionit Interforce Michelo Grillo pas akuzave se bashortja e saj qëndronte pas shitjes së pajisjes së përgjimit. Përgjimi tek drejtoria e policisë si u fsheh pajisja. Si u lëviz pajisja e përgjimit nga drejtoria e policisë me automjetin e oficerit Xhelili 10 minuta pasi prokurorët kërkuan sekuestrimin e saj, kush janë 2 të arrestuarit për skandalin e përgjimeve. Basha, largimi ministrit të brendshëm përgjegjës për përgjimet. Vjojmë ndërkohë më tej, djegje mandatesh nëse blihen deputet. Brukseli paralajmëron Ramën, reforma të jetë gjithëpërfshirëse. Kjo ka qenë një kërkesë e hershme e qytetarëve shqiptar. Qëndrimi ynë për reformën nuk ka ndryshuar. Velina 80 milion lek për mirëmbajtjen e kompjuterave në faqen 7. Italia rritet trafikimi i drogave të forta nga Shqipëria në faqen 9. Bizneset amerikane kundër taksave të Ramës, e gjeni dhe këtë artikull në faqen 11. Si 2 pika ujë me shkupin është opinioni që vjen nga Frokçupi edhe në këtë gazet në faqen 4, përse Rama dhe Tahiri mbrojnë Çakon, një tjetër material në faqen 2, për të shkuar te kryebashkiaku i Tepelenës mashtroi me formularin, tërmeti i Tepelenës sheu dënimin, dorëzon mandatin. Bonusi për turqit vë në dyshim garën për hecin, Katund i ri. Ky ishte edhe artikulli i fundit për të shkuar kësaj here tek gazeta e përditshme Integrimi. Në qendër të saj do të lexoni SBA, Forumi Global Hebraik, Ilir Meta, krenar që Shqipëria shpëtoi hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Kryetari i Kuvendit mori pjesë në Forumin Global të Komitetit Hebraik Amerikan në Washington, të intensifikojë marrëdhëniet dhe të rrisim bashkëpunimin mes 2 vendeve tona. Në faqen 3 e gjeni të plot këtë artikull. Ministria e Integrimit Evropian, Klajda Gjosha, palët politike të dialogojnë sërish për gjetjen e konsensusit për reformën në drejtësi. Mëtej, koment rruga e re që ka hapur rinia në politikën shqiptare nga Lefter Koka. Kreu i Bashkisë Berati inspekton kanalin vaditës në fshatin Bilc, Petricinaj, gjithçka në funksion të zhvillimit të bujqësisë dhe pemtarisë në faqen 7. Shkojmë në një hapësirë profil, Iva Çarçiu, LRI, familja e madhe e vlerave dhe solidaritetit, jap se të rinë zgjedhin LSI-n. Takimi struktura drejtuese të LSI-s në zonën e Paskuqanit, flet koordinatori i LSI dhe antar i kryesisë. Edmond Stojku, LSI në Paskuqan rritet çdo ditë, presim rezultate të larta. Ylli Manjani, LSI arritet sepse kujdeset për njerëzit, për interesat e vendit. Ishte ky titulli i fundit në gazetën Integrimi dhe shkojmë tek e përditshmja Ballkan, qato rastet kur pronarët do të kompensohen me para apo fizikisht. Drejtoresha e ATP-s, lista e personave që janë në proces, verifikimi për dosjen e pronave, si do të funksionojë skema e re kur prona nuk është e lirë, është pikërisht titulli që vjen në qendër të gazetës Ballkan. Ambasada e Shteteve të Bashkuara sqaron kriteri i arsimit për llotarinë amerikane, rastet kur skualifikohesh dhe pikërisht detajet do t'i gjeni në një material të plot në faqen 6. Reforma në drejtësi Basha, nëse trafikohet një deputet i opozitës, djegim mandatet në faqen 2. Përgjimet pezullohet Çako, Rama i kërkon ndjes qeverisë italiane në faqen 3. Fletoria zyrtare, ndryshimi i pensioneve, tabelat e plota për të gjitha kategoritë, vendimi i Këshillit të Ministrave merr fuqi të menjëhershme. Shkojmë më tej tek intervista e panjohur e Hysni Kapos në AFP, si falementuan planet e anglezëve në Shqipëri për çarja dhe përkraja e quislingjve shqiptar. Zyrtarizimi ja ku shpëton nga taksat e Bashkisë së Tiranës.
Bonut e thesarit rritet kërkesa nga bankat. Rregulloria e re, pasaktësia e matësit e energjisë si do të ankohen abonentët. Euro 2016, UEFA ndryshon emrat e lojtarëve shqiptar, e gjeni në faqen 14. Shohim ndërkohë dhe opinionet, reforma në drejtësi i paraprin reformës arsimore nga profesor doktor Bayram Hysa, mëtej nga Bern Riegert, pse heshtin krerët e BE-s për referendumin britanik. Një material të plot e gjeni pikërisht në këtë gazet. Dhe ishëm e titujt e Ballkan për të shkuar tashmë tek lajmet sportive, jemi me të përditshme Sport Express. Do të shohim kalendarin Euro 2016, i cili prezantohet tashmë që në krye të Sport Express për të njohur me të gjitha takimet dhe stadiumet përkatëse ku do të luhen ndeshjet që nga starti i këtij kampionati. Dënimi UEFA-s, ankimimi sot në kas, vendimi brenda 10 ditësh. Dokumentacioni përkatës i Skënderbeut depozitohet sot në gjykatën e arbitrazhit sportiv në Lozan. Në qendër, qyteza në fest, dyqanet lokale, bashkia dhe çdo institucion tjetër i Peros Guirek është veshur tashmë kuqezi. 200 tifozë mësyn stërvitjen e kuqezive, fëmijë, fotografi dhe Loricana mbetet më i preferuari. E gjeni në faqen 2. Nga qyteza e bombarduar në kombëtare, Veseli kam lindur e do të vdes shqiptar. Mbrojtësi i Luganos syen heshtjen e papritur thirrja në Francë, por jam gati që të përballem me konkurrencën ndaj Zvicrës e veçantë, kam lindur e jetuar aty, dëmtimet më penguan karrierën. Do ta gjeni intervistën në faqen 4. Shkojmë ndërkohë tek frikë nga terrorizmi, kryebashkiaku këtu janë super të sigurt. Mavraj, do t'isha bërë polic, tani synojmë surprizën. Roshi ka një mesazh për trenerin, unë e shoh veten si titullar. Rrëfimi me mushaj, Debjazi ishte gati të dorëhiqej prej meje, në faqen 2 dhe 5. Këto ishin titujt e Sport Express dhe do të shkojmë te gazeta e fundit, jemi pikërisht me titujt e gazetës Gol. Stërvitje me GPS, ekipi ti monitorohet çdo lëvizje, pra me GPS tashmë ekipi shoqërohet edhe gjatë fazës së stërvitjes. Pjesëmarrja në Euro 2016, aktivitet ku marrin pjesë kombëtarët më të mirat e Europës dhe ka shtyrë stafin teknik të profesuesës son të përdorë për herë të parë teknologjinë në seancat stërvitore. Shkojmë tek Shqipëria, 31.6% shanse kualifikimi, Franca merr trofeun në faqen 2. Debjazi e lë pushim, Mavraj nuk merr pjesë në stërvitje. Kombëtarja, siguria e skuadrës në hotel s'ka simbole kombëtare, por xhandar e qen antimin. Takimi me media në konferenca numër 1 në Francë, flasin Veseli dhe Roshi. Dhe për ta mbyllur, UEFA hysa mes yjeve të rinj të Europianit në listën e publikuar, mbrojtësi i Napolit është përfaqësuesi i vetëm i kombëtares shqiptare. Ky ishte edhe titulli i fundit, pikërisht në gazetën Gol dhe në të gjithë këtë hapësirë ku informohemi në lidhje me ngjarjet e aktualitetit. Bono gati veshu, sot e kime pachu, ti për mu je speshu. Ndreshu zemën drequ, se porre nervoz e keshu zemër keshu. Mësëm rejftoft si janari, se shumë shpejt vjen maji. E nëse ti se marrë fjallën, ve e ki fajen. Ama veç një shans, ama veç një nacht. Unë jem qati gjithë kitë dorë si Mosu lasdro, Vigi o i madh për tango. Hajde pak mosu largo.
lajka, as lajka pa iri. Ajt se nuk thiri, ajt se nuk thiri. Nëse nuk vjen po ta thëm pi fillimi. Dhe kupe mat mirin, kupe mat mirin. Qa, 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 qa u bo. As në s'kime qitë si mu. E nëse u me ty s'ri mo. Sa pa fatje kon. Edhe kime m'lyp, edhe kime m'lyp. Edhe kome t'vyt, edhe kome t'vyt. Edhe kur të m'shel lirish kve e kryt. Mos i këshir me sy se nuk ka për ty. Ej mama mia, ti qike shpis. Si kur akia, shumë po ta sili. Po t'hup vetia, jetu për qil. Si me kur hia. Jemi rikthyer në studion, kam dy mikesha, të cilat janë këtu me mua për diskutuar një temë sa e rëndësishme aq e delikate. Mirëqenia e fëmijëve, kështu e kam përkufizuar unë dhe do ta flasim në të gjitha dimensionet, duke e parë në të gjitha aspektet dhe vendet në Shqipëri. Në fakt, ka përkuar edhe me një raport që World Vision ka publikuar gjatë ditës së djeshme, një punë e kryer në terren, një monitorim i detajuar që në fakt përkthehet me punën e World Vision në mënyrë të vazhdueshme. Megjithatë, e gjitha kjo ka rastisur edhe me një nga lajmet që është lakuar dhe që ka krijuar një lloj tensioni në rrjetet sociale, në media gjithashtu, të 44 vjeçarit nga Vlora, i cili dhunonte nënën e 2 fëmijëve, ish bashorten e tij në mes të rrugëve. Megjithatë, kjo është një situatë që ndoshta ju e keni parë vazhdimisht, por dje u monitorua nga një kamera amatore, u shpërnda në mënyrë të minjërshme dhe pati dhe reagimet e duhura. Unë dua të prezantoj më njëherë dy mikeshat që kam me mua në studio, është Elda Spau Bleta, specialiste komunikimi në World Vision. Mirë se erdhe. Dhe kënaqësi që të kam në studio për të folur për këtë temë e cila është si çdo herë tjetër delikate por shumë e rëndësishme. Kam dhe Gentiana Gjergji, në drejtoresh operacionale. Mirë se erdhe. Faleminderit që të kam në studio. Në fakt, ti kryesisht Gentian je në terren. Aty ku ngjarjet ndodhin, aty ku situatat janë prezente, sa e vështirë për në një farë mënyrë edhe është e vetmja formë për të konstatuar problemin. Besoj dhe ti e ke parë atë video gjatë ditës së djeshme, do ta shoqëroj edhe gjatë bisedës, edhe pse ishte kryer artikull sot në pjesën më të madhe të gazetave. Ne pam, ndoshta është rasti monitoruar nga kamerat, për të tilla ju vëreni pafund, apo jo? Në fakt, në komunitet shpesh fëmijët ose prindrit ndajnë eksperienca të ndryshme që përjetojnë vetë ose shohin të tjerë që përjetojnë. Do thonë, kur punojmë drejt për drejt me familjet, shikojmë që rastet të tilla në fakt janë pjesë e jetës së shumë familjeve shqiptare. Edhe kur mendoj ndonjëherë është pak e dhimbshme tash ta mendosh se në një rast vetëm një kamera amatore ekspozon, ndërkohë që për të raportuar, ndoshta po të mos e kishte kapur kamera, nuk do raportohej nga asnjë person. Ishte një ngjarje më shumë. Ndoshta, më shpresoj të raportohej, me që ishte në mes të rrugës, por edhe ta mendosh edhe nga raporti që kemi bërë, shumë fëmijë dhe fëmijët, 70% e fëmijëve thonë që përjetojnë dhunë.
të formave të ndryshme. Kjo është pra, le të themi konstatim që ju e keni nxjerrë edhe me raportin e ditës së djeshme, se sigurisht një raport i rëndësishëm që përkthen monitorimin e një kohe të gjatë, apo jo. Dhe dhunën e shohim sërish prezente. Po, për raporti është aktual. Është videoja që flet ajo nën ka 2 fëmijë të vegjël. Kjo është e tmerrshme në fakt kjo video, apo jo? Absolutisht që dhe ata janë dhunuar, nuk është dhunuar vetëm nëna e tyre, dhe ata janë dhunuar. Shihet merri për jetimin. Kanë parë nëna e tyre që ndërsa i mban në krah duke i mbrojtur të goditet nga vetë babai i tyre, ata janë duke mbrojtur të ëmën, njëkohësisht janë dhunuar me siguri dhe diçka nga shpullat dhe shkelmat e tij mund t'i ketë prekur edhe ata. Ata janë prekur dhunuar emocionalisht, psikologjikisht, ndoshta edhe fizikisht. Absolutisht. Ajo që mua më bën përshtypje se jemi në një linjë me raportin është që shikoni se sa indiferent janë njerëzit në rrugë, shumë pak askush i është afruar asaj, askush nuk i është afruar për t'i vënë një dorë në supë, ose për t'i qetësuar fëmijët që po qajnë, ajo vetë po qanë, sepse i shoh që sapo e ka shkelmuar dhe i ka shkullur flokët në mes të Vlorës. Vetëm një 2 burra kanë marrë me të shoh, ish bashkëshortin ta hequr në mnjan, duke i thënë që me siguri lëre se... Mbasi e ka kryer e themi aktin. Mbasi ka kryer, domethënë të paktën nga kjo që shohim se ne nuk e dim, pastaj... Se unë besoj debati do ke nisur më parë, për sa kohë le të themi persona në fjalë kanë menduar ta filmojnë, domethënë situata ka nisur më parë dhe ndoshta ka edhe një lloj indiferentizmi të pashpjegueshëm nga njerëzit, ndoshta për të mos u ngatruar në punët e tjetrit, do më thënë janë disa... Ka një shpjegim edhe kjo. Ideja është që ne si shqiptar tani kemi filluar të ndërgjegjësohemi realisht për pasojat e dhunës. Tani kemi filluar të shikojmë dhunën si një gjë që është e dëmshme për njeriu. Ne jemi rritur në familje shqiptare dhe e dim që një shuplak ose të bërtitura, ndonjëherë mallkime, gjëra të tilla, nuk i kemi përjetuar si dhunë ose pavarësisht dëmit që i është shkaktuar, që na është shkaktuar, nuk i kemi përjetuar, nuk i kemi identifikuar si dhunë. Dhe në shumë familje shqiptare akoma qëndron kjo. Ka njerëz që akoma nuk e kuptojnë që ta rrahesh fëmijën është dhunë. E kuptojnë vetëm nëse e gjuan me shkelma dhe me grushta, nuk e kuptojnë nëse format e tjera. Dhe realisht ne kemi hasur familje që punojmë, që thonë, po si ta disiplinoj, si ka mënyrë ndryshe, apo ta lëtë, në fakt ka shumë mënyra, e për mes programet ndryshme që po bëjmë, po mundohemi që të sjellim mënyra disiplinimi pozitive, dhe jo të shkojnë prindërit deri tek dhuna me njëherë. Nuk po flasim të për dhunën që ne në Shqipëri e quajmë atë që shohim në video. Fizike. Edhe fizike, po flas edhe me goditje të ndryshme, do më thënë të jesh një shuplak. Jo, ne quajmë dhunë shpesher, po thoja vetëm faktin kur dhunohet fizikisht, por dhuna mund tjetë më e tmerrshme, për shumë një traumë psikologjike, të paktën për fëmijë kaq të vegjël. Si në rastin konkret është parekuperueshme, ndonjëri kalon edhe dhimbjen apo jo, edhe dëmin që krijon një shpullë vetme. Dhe fakti që nëse fëmia dhunohet, kur të rritet, ka shumë shanse që të bëhet vetë një dhunues. Kjo është një problem tjetër. Veç kësaj është edhe të menduarit që dhuna në familje është një gjë që i përket shtëpisë. Nuk ka pse të hyjnë të tjerët, pra nuk ka pse të raportoj komshiu, ose unë s'kam pse të raportoj për komshiun që e shoh me sy. Pra është një gjë private. Është një gjë private, shumë vonë e rregulluar edhe me ligj. Tashmë është bërë qartë edhe në kodin penal që dhuna, sidomos në grave dhe fëmijëve që gëzojnë mbrojtje të veçantë nga shteti për shkak sepse janë më të ndjeshëm, më të prekshëm, më të mundshëm për të abuzuar fizikisht, për këtë arsye ata e kanë këtë mbrojtje. Pra dhuna ose shfrytëzimi i fëmijëve dhe i grave për punë, për lypje, të gjitha këto tani janë rregulluar me ligj të posaçme dhe dënohesh me burgim nëse ti e bën këtë gjë. Por janë rregullime që kanë ardhur vonë, i shtohet kësaj që po thoshte edhe Genta, mënyrës se si ne jemi rritur, mënyrës se si e konceptojmë figurën e babait, të burrit, të mashkullit në përgjithësi, kur në fakt duhet të ishte e kundërta. Kemi një figurën burrërore, është figura e madhe në trup me muskuj, duhet ishte simboli kujdesit, simboli e atij që mbron familjarët që janë fizikisht më të dobët. Në të vërtet, burrat, për fat keq, në gjithë historinë e njerëzimit e kanë përdorur këtë epërsi fizike
për të dhunuar ata që janë më të vegjël në trup, dhe kjo nuk është burëri, kjo është buracakëri. Kështu që nuk është bura ai që ka goditur gruan dhe fëmijët e tij aty në mes të Vlorës, ky është një dështim i forcës së vërtetë të një burri. Dhe natyrisht është një shembull dhe pati një revolt, besoj dhe ju e keni parë në rrjetet sociale, pati një reagim shumë të madh, të paktën është një hapësirë e vetme ku reagohet, por le të shërbej ky rast i monitoruar si një formë ndoshta për të kuptuar se sa rëndësishme është të denoncohen raste, se sa rëndësishme është të diskutohen dhe të mediatizohen ndonjëherë për të krijuar, le të themi, edhe atë hendekun e nevojshëm, sepse kishte edhe pretendimin që ishte paktën zonja që kishte një urdhër arresti, tashmë është arrestuar person në fjalë, por urdhër mbrojtjeje, apo jo. Dhe ishte e çuditshme që me një urdhër mbrojtje sërish situata ishte agravuar deri në duhet të kalonte në këtë, po. E di çfarë më pëlqeu te kjo gjëja, domethënë një nga gjërat e vetme ishte që raportuesi ishte burr. Pra ishte një djalë i ri, ai që xhironte dhe thoshte lajmëroni policin. Dhe domethënë e hodhi në rrjetet sociale dhe kjo tregon që ka shpresë edhe për burrat shqiptar që janë mësuar me atë mënyrën se si janë rritur edhe në familje, gjërat po fillojnë të ndryshojnë edhe ndoshta edhe për shkak se emisione si ky, që juve sot po organizoni janë shtuar së fundmish goxha shumë. Unë si gazetare shikoj që ka një interesim shumë të madh të gazetarëve sepse dhe publiku i do të ndërgjegjësohet dhe të dëgjojë, ore çfarë është dhuna? Unë nuk e dija që isha duke dhunuar fëmijën tim, pas ka mënyra më të mira, më të lehta për të disiplinuar pozitivisht, ose me gruan time mund të ndërtoj një marrëdhënie shumë të lumtur, jo thjesht duke ja plasur me shuplak fytyrë sepse unë jam burri, por pas ka mënyra të tjera. Jam e bindur që edhe person në fjalë, ky 44 vjeçar, nëse do të pyetet më vonë, do të pretendoj që nuk ka qenë duke dhunuar fëmijët, unë e kisha me gruan. Me të cilën s'ka më punë. Po, sepse kishin 3 vite të cilët ishin të ndarë, dhe sot në fakt në shtyp zonja deklaronte që tashmë kishte menduar të niste punën, të punonte dhe prandaj kishte nisur edhe ky debat. Pra, edhe në 3 vjet divorc, ai vazhdonte të ushtronte presion dhe të ketë influencë. Pra, është një mentalitet që duket i vështirë apo jo për të çrrënjosur, por le të themi jemi në hapat e parë. Të përqendrohemi pak tek raporti juaj, një punë e cila është një tregues shumë i rëndësishëm, sjell shifra, sjell situata konkrete dhe në fakt konstatohet sërish mos mirëqenia e fëmijëve apo jo në zona të ndryshme. Mund të flasim pak konkretisht mbi raportin? Ne si World Vision e kemi, ashtu si që kemi edhe punën tonë të orientuar në 3 drejtime kryesore, tek mbrojtja e fëmijëve, edukimi, që ka në fokus shkollën dhe tek të rinjt, edhe raporti i vlerësimit, pak a shumë kemi mbledhur të dhona në këto 3 drejtime. Tek mbrojtja e fëmijëve, si që përmendëm, jemi fokusuar tek dhuna dhe elementë të tjerë që kanë të bëjnë me mirëqenien e fëmijëve. Tek edukimi jemi fokusuar tek 5 shtyllat kryesore, cilat janë si bazë, qoftë për shkollën si qendër komunitare, por edhe për të pasur një që fëmijët në shkollë të kenë mundësit maksimale për të edukuar dhe për të arsimuar në mënyrën e duhur. Dhe tek të rinj, pastaj kemi eksploruar fushat që qoftë për aftësitë e tyre ndërpersonale, por edhe për aftësitë tjera që janë ose papunësia ose dëshirat e tyre për të ardhmen. Në këto fusha pak a shumë e kemi orientuar. Edhe duke stimuluar talentet dhe aftësitë e tyre, por edhe duke parë problemet të cilat karakterizojnë. Po, për shkak se mosha të pyeturve është nga 8 deri 18 vjeç, që fëmijëve flasim, se pastaj një pjesë e madhe, 50% kanë qenë të rritur, shumica prindër të tyre, por edhe mësues. Pra në rreth 8.000 të pyetur në gjithë Shqipërinë në fund të vitit 2015, gjysma janë fëmijë 18 vjeç dhe gjysma janë të rritur, prindër dhe mësues. Interesante kjo 8 dhe 18 se sheh edhe se si ndryshon mentaliteti nga brezi në brez, apo jo? Që fëmijë që sa kanë filluar të formojnë atë identitetin si fëmijë edhe deri në rinin e hershme që quhet, ai ka kaluar para adoleshencën dhe tashmë po futet në jetë. Ka ndryshime patjetër. Natyrisht. Ndërgjetjet më shqetësuese ishte fakti që thuajse 3/4 e fëmijëve shqiptar në këto zona dhe pyetësori është trirë në 10 zona të Shqipërisë, duke nisur nga Dibra, duke vazhduar në Shkodër, Lezhë, Kurbin, Tiranë, Durrës, Elbasan, Librazh, Korçë dhe Vlorë, pra ka një gjithë përfshirje. 3/4 e fëmijëve raportojnë që ndeshin, kanë ndeshur dhunë.
në jetën e tyre, dhe jo, nuk po flasim për dhunë për një të folur me zëmë të ngritur apo në një shuplak tek tuk, por flasim për dhunë që ata e perceptojnë që i ka dëmtuar. Pra, këta janë fëmijë që i kanë marrë njohurit se çfarë quhet dhuna. Janë fëmijë me të cilët ne... E kanë marrë dhe praktikisht, pra. Patjetër, janë fëmijë të cilët ne u kemi dhënë njohuri që kjo është dhuna, dhe e kanë raportuar që i kanë ndeshur këtë dhunë. Janë shumë të ndërgjegjshëm kur e kanë thënë që ne jemi dhunuar, ose kemi parë të dhunohet shoku i klasës, komshiu, nëna ime, apo të tjerë. Pastaj gjëja tjetër është që vetëm 14.5% ndihen të gatshëm për ta raportuar gjëkundi këtë, madje edhe në familjet e tyre. Është një gjë që akoma mbahet. Ka stepje, është ky fakti që konsiderohet diçka personale? Çfarë ndodh, domethënë, me aq sa ju mund të arrini të kuptoni se është e vështirë ndonjëherë të kuptosh realisht çfarë ka në mendje. Ka disa faktorë, unë do nisem me diçka dhe jam e sigurt që Genta pastaj nga terreni sill akoma më shumë këndvështrime të thella. Konkrete. Është ajo që po thoshim që parë që ka këtë perceptimin që është një gjë që është në rregull, s'ka gjë se kështu është. Ndodhi në një farë mënyre, po, nuk është një gjë që njerëzit e mbajnë së brendshmi. Unë dje takova 2 vajza nga fshati i Balldraj i Lezhës dhe po i pyesja pikërisht për pyetësorin që a keni parë në zonën ku ju banoni, si e perceptoni dhunën dhe a dhunoheni ju? Dhe po më thonin që pasi kanë mbushur pyetësorin, po të njëjtat pyetje, të njëjtin pyetësor u kanë shpërndar rreth 50 shokëve dhe shoqeve në shkollën e Balldranit. Dhe po thonin që ne e shikonim që kishte dhunë, sidomos bullizëm, të theksuar dhe diskriminim. E momentit, jo vetëm Shqipërinë, në fakt, në mbar botën. Dhe po thoshin që bullohen, sidomos ata që janë më të varfër, ata që nuk kanë rroba të bukura, ose ata që nuk janë, le të themi, të bukur nga pamja. Pra këtu është përqendruar në këtë çast të bullizmi kryesor dhe diskriminimi, sidomos i komunitetit rom. Por ato po thoshin që pasi morëm të dhënat e pyetësorit, pasi shokët tanë e plotësuan atë në anonimat, na çuditi se sa shumë nivele dhunë të larta kishin raportuar. Pra ata kishin perceptuar nivele shumë të larta dhune, por nuk i flasin. Dhe në këtë formë, ku në formë anonime mund të shprehni le të themi rastet në një farë mënyrë. Pra duket që është e rëndësishme, patjetër që po kjo punë juaj, fakti që duhet i shkosh aty për të marrë dhe për kuptuar se si është problemi konkret. Do të flasim pak edhe për zonat që ju i keni konstatuar ku dhuna ndoshta është më tepër prezente. Do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare. Jemi sërish në studio dhe në fakt ne kemi vazhduar bisedën duke parë edhe më me luplet të themi rastet që janë dëgjuar në këto vitet fundit në Shqipëri për dhunë e cila është prezente dhe shpeshherë ka përfunduar edhe në raste fatale dhe pikërisht jam me Eldën edhe Gentën duke diskutuar se si ndoshta është e rëndësishme ndonjëherë të ofrohet më tepër siguri edhe nga instancat shtetërore. Konstatojmë që mosbesimi le të themi ndaj mbrojtjes që ofrohet nga shteti të bën që të mos i denoncosh rastet apo jo. Mosbesimi është një aspekt dhe mungesa e njësive ose staf të dedikuar për mbrojtjen e fëmijëve, por edhe për mbrojtjen e familjes, po edhe të femrave në njësit bashkiake ose edhe vetë në bashki. Për shembull, nëse standardi për të pasur një personel të dedikuar për mbrojtjen e fëmijëve është 1 në 3.000 fëmijë, aktualisht rasti më i mirë është 1 në 70.000 fëmijë. Do më thënë, është duke u punuar nga qeveria në këtë drejtim, por realiteti aktual është i tillë që ka mungesë. Për të mos folur pastaj se sa nevoja ka për rritje kapacitetesh dhe që personi vetë të bëhet i aftë për të menaxhuar rastet siç duhet, për të identifikuar rastet siç duhet. Pra dhe ka një lloj frike dhe stepjet për të mos e denoncuar dhunën, sepse ndodh që dhunuesi mund të arrestohet, mbahet një javë, lëshohet dhe më pas kemi parë që ka dhe raste sepse është dhe mbledhje akumuluar ku përfundojnë fatkeqësisht edhe në fatalitet. Pra gjitha kjo të krijojë një lloj mosbesimi apo jo, edhe pse nuk duhet ta konsiderojmë ndoshta arsye për ta pranuar dhunën. Patjetër që nuk duhet marrë si arsye dhe nuk duhet pranuar edhe sikur duhet, sikur të jetë ne duhet ta ndryshojmë. Përveç mungesës së besimit, i shtohet mungesa e njohurive. Siç po thoshte Genta, njerëzit nuk e dinë ku të raportojnë. Në rastin e gruas, në rastin e dhunës ndaj të rriturve e kanë më të qartë sistemin, sepse është policia.
Edhe rasti që kemi parë në video u zgjidh nga që njerëzit morën policinë dhe djali që i ka xhiruar videon tha që policia erdhi për 5 minuta dhe mori burrin dhe u arrestua. Rastin e fëmijëve është një çik më e vështirë, gjithë sistemi për shkak se ata janë të mitur dhe nuk mund të vijë aq shpejt një polic, një fugon ta marri, jo sepse aty duhet të jetë edhe një punonjës social, duhet të jetë një njeri që kujdeset që fëmija të mos dhunohet psikologjikisht, të mos pësojnë ndonjë traumë, se janë gjëra shumë të mëdha. Më të vitin a marri policia, madje të marri komshiun ton, është rënditje e madhe për ne që jemi të rritur, jo më për një fëmijë që raportojnë që për shembull prindi më gjuajti me një shkop edhe i ka thyer këmbën, por sërish ngelet prindi dhe atë do tjetër gjë. Pra është me komplikuar dhe vetë sistemi është bërë i tillë me më shumë hallka për ta siguruar këtë lloj mbrojtjeje. Nga që ka edhe shumë hallka, njëra të mos funksionojë, çalon e gjithë sistemi pastaj. Ku është problemi këtu? Cila është hallka më e dobët dhe njëkohësisht që ne si World Vision e shohim në teren, që është edhe më e rëndësishmja? Është punojësi për mbrojtjen e fëmijëve. Pra fëmijët duhet të kenë një figurë në mendjen e tyre, në zonën ku jetojnë, që kjo teta ose ky xhaxhi është ky person, siç e kanë mjekun, siç e kanë mësuesin. Ky teta, ky xhaxhi është personi të cilin unë nëse jam në rrezik ose nëse shikoj. Duhet shkoj tek ai. I telefonoj dhe duhet të shkoj tek ai. Dhe në fakt ekziston? Jo, siç po thoshte edhe Genta, nuk ekziston ato parametra që janë targetet. Siç duhet të jenë. Pra, ne kemi folur këtu edhe para 3 javësh Stella për mbrojtjen e fëmijëve, dhe thamë që është një çast i rëndësishëm është duke u parë ligji për mbrojtjen e fëmijëve, pikërisht për ta forcuar mbrojtjen tashmë të prekur goxha nga reforma e re territoriale që nisi në 2014 dhe që shkriu bashkitë e bashkë me këto edhe njësitë për mbrojtjen e fëmijëve. Ato u mbyllën dhe shumë pak janë konfiguruar tani në përbashki. Ai sa mund të konsiderohen jo funksionale, pra një pjesë e madhe e tyre. Po, sa mund të bëjë një njeri, një punonjës, se sa do e përkushtuar dhe ne kemi në punën tonë shikojmë që ka punonjës për mbrojtjen e fëmijëve shumë të përkushtuar që madje përballojnë një sër të shpenzimeve për të shkuar te fëmia me rrogat e tyre që janë të larta, janë rroga administrative. E ka në zemrën aty, por çfarë mund të bëjë një punonjëse për mbrojtjen e fëmijëve kur ajo është për 75.000 fëmijë një, siç është në Durrës. Ose për 75.000 fëmijë, një punonjëse, ose në Elbasan për 60.000 fëmijë, ata kanë probleme dhe problemet janë aty. Ne po i shikojmë, ne po na thon, fëmijët po raportojnë që 70% ndeshin dhunë në jetën e tyre. Dhe shumë pak e raportojnë. Nuk e raportojnë për shkak se edhe si ka një urit, po edhe në i ka një urit, nuk e kanë këtë figurë. Por edhe kjo punonjëse që është e vetme, nuk mund t'jetë aq aftë sa që të zbardh apo të arrit kuptoj le të themi që ky fëmijë ka probleme. Dhe shqetësimi ynë si World Vision ky është që jemi duke përjetuar jetën e kufizuar në liri dhe në siguri të një brezi të tërë fëmijësh që janë duke u dhonuar në zonat më problematike të Shqipërisë, dhe nuk po marrin mbrojtjen e duhur nga shteti. Dhe ky mund të dalë një brez që mund të humbë shumë gjëra. Pra duhet punuar shumë, le të themi në aspektin institucional, që kjo gjë të krijohet. Edhe pse me sa kuptojmë, kërkon shumë punë për të krijuar institucionet e vërteta që të funksionojnë enkas për fëmijët dhe dhunën që ato përjetojnë. Absolutisht. Domethënë, shqetësimi ynë ky është si njerëz që punojnë për ditë me fëmijët në nevojë. Shqetësimi është që në rregull shumë bukur që kanë nisur reformat, shumë mirë që janë bërë strategjit, i përshëndesim, por na shqetëson vazhdimësia e procesit. Pra, duhet të përshpejtohen proceset, duhet të kaloj ligji për mbrojtjen e fëmijëve me amendimet e reja që parashikon një punonjës për 3.000 fëmijë. Duhet që kjo gjë të konfigurohet duke u punësuar njerëzit në bashki në po këto raporte. Pra gjëja duhet të eci sepse fëmijët po na thonë për ditë që ne dhunohemi dhe nuk kemi ku të gjejmë mbrojtje. Dhe për ta mbyllur, ka zona të cilat ne mund të theni dhuna shumë e madhe atje? Apo është e vështirë të bëhet kjo ndarje, shojmë konstante kudo? Nga raporti mund të themi që është raportuar në mënyrë të ngjashme, por do thoya që në zona që janë pak më të thella, ne kemi konstatuar vetë përmes stafit që dhuna është pak më në nivele më të larta ose më e ekspozuar dhe nëse vjen puna për ta raportuar, raportohet më pak se sa në zonat e tjera, edhe ndërgjegjësimi është më i ulët.
Dhe më thonë, ato zona ku është dhuna më e lartë, ndërgjegjësimi është edhe më i ulët për ta raportuar. Aspekti ekonomik është nga faktorët që ndikon, le të themi, aspekti ekonomik, në në fakt do rritjen e thoja dhunës? që po, është aspekti ekonomik dhe është zinxhir, do thoja. Fillon Pra që nga vështirëti ndash. janë të gjitha bashkë. Ajo, le të themi, një grua dhunohet në familje dhe si rrjedhoj edhe fëmijët. Qoftë edhe nga gruaja, jo vetëm nga bashorti. Së pari është një grua që në disa raste, shumë raste, janë martuar në mosha shumë të hershme, që janë fëmijë, 15, 16, 17 adoleshent. Pastaj, vjen pjesa tjetër që bëhen nëna para kohe, të papërgatitura për të rritur një fëmijë. Nuk shkollohen, Nuk shkollohen dhe nuk kanë një profesion, përjetojnë dhunë dhe nuk kanë çfarë të bëjnë nëse janë të varura nga bashorti për të jetuar ekonomikisht, dhe thamë që ekonomia është një arsye fshehë ose në prapa skenë për këtë fenomen, dhe pastaj si rrjedhoj duhet të durojë për vite me radhë. Rritën fëmijë që përsëri kanë vështirësi për të edukuar, për të mësuar edhe në shkollë, sepse stresi dhe gjitha dhe që rritën po me këtë kulturë dhe po me këtë mentalitet fatkeqësisht. Dhe pastaj përsëritet cikli vazhdimisht. Më thënë, është një gjë që duhet ta ndërpresim ciklin dhe duhet ta sulmojmë në drejtime të ndryshme, duke filluar tek martesat e hershme, njëherë duke drejt për drejt duke zgjidhur problemin që i përjetojmë dhunë dhe hajde çfarë të bëjmë, të adresojmë në këtë moment dhunën në familje. Pastaj duke adresuar çështjet e tjera ekonomike, martesat e hershme. Pra nuk është edhe aq e lehtë sepse janë disa faktorë të cilët funksionojnë zinxhir, megjithatë nëse flitet mundet edhe të insistohet, le të themi, në instancat shtetërore që gjërat të ndryshojnë. Ne do ta kryejmë misionin ton, ju si World Vision gjithashtu, duke punuar, monitoruar dhe ndihmuar ajsat që ju mund të keni në dorë. Ne si media patjetër do të flasim këtë aspekt social shumë delikat, një plagë e shoqërisë ku dhuna vazhdon të konsiderohet si një aspekt normal, megjithatë të gjithë së bashku mund t'i ndryshojmë gjërat, ndoshta në një kohë të gjatë, por të paktën mos humbim shpresën, apo jo? Jo, absolutisht. Vetëm një gjë të vogël, Stella, doli edhe nga raporti shumë e qartë. Është e vërtet kjo që po thonë ju që ne do vazhdojmë punën. Doli e qartë aty që vetëm ndërgjegjësimi nuk mjafton. Nuk mund të ndryshojë asnjë nga problemet e Shqipërisë nëse ne vetëm ndërgjegjësojmë. Pra duhet që të gjithë të marrin aksion, të nisin nga veprimi. Media po bën punën e saj, emisionet po shtohen për trajtimin e problemeve. Shoqëria civile duhet të bëjë pjesën e saj. Qeveria ashtu, pushteti lokal, bashki duhet të fillojnë sa më shpejt punën e tyre, organizma ndërkombëtare dhe ato kombëtare duhet edhe ato të koordinohen të gjitha së bashku, po sidomos duhet të përfshin njerëzit në komunitete. Ka ndonjë lëvizje, konstatoni që gjërat kanë filluar të lëvizin sepse ndryshimi kanë filluar që nga ligji për mbrojtjen e fëmijëve, do thoya që është një hap i madh për ne si shtet. Që të bëjmë amendimet. Po, dhe gjithashtu gjithë informacioni po merret nga aktorë të ndryshëm, nuk është se dikush po bën ligjin edhe pra ka një lloj interesimi, po themi, nga të gjithë. Urojmë të ndodhin ndryshimet, unë ju falenderoj shumë Elda Agenda që ju kisha në studio, edhe ju përgëzoj për këtë mision, sepse është një mision përveç se një punë që të mundosh të ndryshosh një mentalitet dhe një realitet i cili është paksa i gdhëndur tashmë prej shumë kohësh në mentalitetin ton. Faleminderit edhe ditë mbar. Nga kjo bisedë do të shkëputemi për ta ndryshuar pak situatën, se nuk të krijohet ndonjë gjendje mirë kur flet për të tilla probleme, por ne do të vazhdojmë të flasim sepse është detyra jonë në fundit qytetare, por patjetër edhe profesionale. Do shkojmë tek shefi ynë Krenari, i cili është në momentin e tij për të sugjeruar edhe për sot një pjatë ndryshe me të gjitha asortimentet e shijshme që shoqërojnë tashmë në hapësirën e tij kulinare dhe rikthehemi pas pak. Mirëmëngjes për gjithë zonja e zotërit që jeni duke na ndjekur këtu në këndin e kuzhinës. Të parë të lajmit të fundit, të parë me recetat tona. Nisim të ditë për të gatuar. Para se unë të nis për të gatuar, dua të përshëndes miqtë tanë Eco Market, që na vjen të mundur lëndën e parë përveç peshkut, që ne nuk e kemi marrë të Eco Market, po e kemi marrë të peshmuli. Te Eco Market është shorteu madh. Aty ka lloj produktesh nga firma më prestigjioze italiane që Eco Market ka. Është shorteu me datën 30, bëu në pjesë e shorteu të madh në Eco Market. Falenderojmë Avexin me produktet e tij vaj Nardis, vaj Flora, vitamin e mrekullueshëm, çokoladën Link, salcën e majonez Helias. Dhe njëkohësisht edhe një herë një përshëndetje shkon peshmulit. Ne sot do gatojmë një peshë mish, kam gjysëm koce, fileto, kam një gjusë të vogël, kam perimet si qep,
domate, kërpudha, specie shish, specie të kuq, karot dhe ulli. Të gjitha këto, unë i kam marrë kështu siç po i shihni, për arsye se ne mund ta ngjelim gjithçka në shtëpi dhe të pastrojmë frigoriferin në gjuhën e përditshme, të ndërthurim një recetë të vetme dhe mund ta quajmë, po e quajmë një pesh mix me perime mix. Atëherë i kemi të dyja mix, pesh koc dhe gjuz dhe perime mix të ndryshme. Atëherë nisim me fileton e peshkut me kujdes, çfarë bëjmë? E kthejmë fileton në këtë mënyrë dhe e nxjerrim, e heqim pjesën e barkut, e nxjerrim në këtë mënyrë kështu. E kthejmë dhe i japim me kujdes. Ndërkohë e lëmë këtu, heqim halat e barkut, me kujdes, heqim në halat këtu, qërëm peshku, gjuzën, me kujdes, tjetër që bëjmë dhe me anën tjetër, e qërëm, me kujdes e heqim edhe pjesën tjetër, lëkurën, shpak e vështirë, pasi jam me doreza. Tashmë e qëruam, e heqim dhe pjesën tjetër, shikoni, vështirësitë me doreza janë. E kemi edhe këtë gati. E fshim. Dhe tashmë i marinojmë me kripën, piperin dhe pak vaj ulliri altis. I lëmë. Me kujdes, fillojmë me perimet. Marrim specin jeshil. Fillojmë e presim specin jeshil. Marrim specin e kuq. Një peshk mix me perime mix. E presim dhe specin e kuq. Qepën. Pak kërpu. Një nga mbretit e perimeve, kërpudha, për gjithë teleshikues. E heqim. E presim dhe të domatet. Atëherë marrim ullin, një kaordisje të lehtë dhe duke ruajtur të gjithë vlerat ushqimore.
Ndërkohë, pasi ju i keni parë, më falni, pasi ju i keni parë se si unë kam vepruar, se çka kam bërë, filloj me proceset e punës. Mbajnë e olivit. E hapim. Dhe i vendosim të gjitha perimet, duke u nxjerrur vaj. Ndezim edhe vajin tjetër, tiganin tjetër më falni, për të hedhur vajin Artis. Mos nguroni të konsumoni gjithmonë vajin Artis për gjithë të rishkus. Mos nguroni për të shkuar në Eko Market, pasi në 30 qershor është sorteu i madh, ne do dilni të gjithë fitues. Dhe mos nguroni të shkoni tek pazari, tek peshk muli. Aty keni përgjedhur të gjithë peshqit që ne her pas here gatuajmë këtu në këndin tonë. Atëherë. Me kujdes. Marrim perimet. I vendosim. Ndërkohë edhe peshqit e tjerë, gjuzën edhe kocën, dhe kështu recetës tonë avash po i vjen, heqim të gjitha gjërat që nuk na duhen më, marrim pjatën për servimin, e fshim. I ka ordisin të gjitha. Edhe peshqit, me kujdes. Marrim majonezën. Që e presim dhe majonezën. E kemi me zjarë të fort për një, të pa kuj. Pa kryp, pa piperëzik. E fikim zjarën. I skuqim. I hedhim majonezën, qikrin. Ja ba, të gjithë perimet nga radhë. Dhe ndërkohë që bëjmë, sa po avullon, i dëmë perimet. I kalim në pjatë me kujdes. Marrim me lucin. Marrim kocën. Pak piper të zi. Dhe pjata është gati. Një pjatë me vlera ushqimore me çdo gjë bio. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ne takofshim në puntata të tjera. Mirupafshim. Dollari amerikan blihet me 121.6 lek dhe shitet me 122.4 lek. Euro blihet me 138.1 lek dhe shitet me 138.6 lek.
Poundi britanik blihet me 176 lek dhe shitet me 177 lek. Jeni japonez blihet me 1.04 lek dhe shitet me 1.14 lek. Franka zviceriane blihet me 124.8 lek dhe shitet me 125.4 lek. Dashi, megjithëse Mërkuri qëndron në pozicion të kundër duke vënë në plan të dytë të gjitha çështjet në lidhje me punën, përsëri do të arrini të sqaroni disa mosmarrëveshje në profesion. Demi, pak nervozizëm dhe mërzitje do të spikasin në ditën e sotme duke sjellë një sër detyrimesh të papritura dhe shpenzimesh të kota. Mos e teproni me duhanin dhe kujdes dietën. Binjakët është pikërisht kalimi i tranziti Mërkurit në shenjën tuaj që harmonizon jetën tuaj. Ky ndikim bën që si nga ana financiare, ashtu dhe nga ana sentimentale të shkojë gjithçka mirë. Gaforja, dita e sotme do të jetë më se normale, ndoshta edhe pak melankolike për shkak të hënës që nuk toleron, por në mbrëmje, lajme të mira do të ngrenë paksa moralin. Luani, qielli tregon përsëri shenja dhe anët e mira, sidomos për përfitimet ekonomike dhe përfundimin e disa bizneseve shumë fitimprurse. Në mbrëmje do të keni mundësi të reflektoni mbi gjithçka. Virgjëresha, është pikërisht vullneti, dëshira për të punuar dhe për të arritur qëllimet tuaja, që do të sjellë edhe një zhvillim pozitiv nga ana profesionale. Nuk do t'ju mungojnë shanset për të gjetur edhe një punë tjetër. Peshorja, disit pa vendosur për disa çështje të rëndësishme që kërkojnë një përqendrim maksimal nga ana juaj, mundohuni të reagoni me gjak ftohtësi dhe do të bëni zgjedhjen e duhur. Akrepi, afërdita në shenjë ju bën të jeni shumë tërheqës, jo vetëm në sytë e partnerit, por edhe në sytë e kolegëve që punojnë me ju dhe që më së fundmi mund të bashkëpunojnë në projekte të rëndësishme. Shigjetari, hëna dhe Mërkuri bashkëveprojnë në mënyrë shumë pozitive për ju. Është momenti i duhur për spostime dhe udhëtime që do të vendosin suksese të mëtejshme në punë. Britsjapi, dukeni disi të lodhur me gjithë përpjekjet që po bëni për të realizuar projektet që tashmë presin për të vënë në zbatim. Jeta në çift duket paksa e trazuar, por është vetëm diçka kalimtare. Ujori, sot në veçanti do t'ju karakterizoj një entuziazëm dhe një dëshirë për të ndërmarrë gjërat dhe vendime të rëndësishme. Është ky shpirt i duhur për të ecur përpara. Peshqit, krimtaria juaj dhe intuita që her pas here spikasin ju bëjnë shpesh që të fitoni pikë, që do të thotë edhe punë, rrjedhimish para dhe sukses. Idetë e reja nuk ju mungojnë. Ja ku jemi rikthyer sërish në studio për të folur për gjëra shumë të bukura. Ju e shihni që ka ndryshuar pak edhe skenografia, se na janë bashkuar disa piktura të cilat në fakt do të prezantohen
Gjatë ditës së sotme në Muzeun Historik Kombëtar në një ekspozit shumë të veçantë, pikërisht të piktore së re, por shumë të talentuar, Erlisa Kullaj, që është me mua sot në studio. Mirë se erdhe, dashur. Mirë se u gjeta. Shumë kënaqësi, Erlisa, që të kam sot. Është një ditë me emocione të bukura për ty, besoj, sepse Erlisa është vetëm 15 vjeç i bën, apo jo 15 vjeç, për pak ditë, dhe natyrshëm ditëlindjen e saj, prindrit kanë menduar që ta shënojnë si një ditë shumë të rëndësishme, si një ditë ku gdhëndet edhe vendoset një drejtim i të ardhmes së Erlisës, edhe pse gjatë bisedës do të kuptojmë që nuk është vetëm ky qëllimi kryesor i Erlisës të bëhet piktore, por është një nga talentet për cilën familja, ajo vetë, ka investuar që në moshë fare të vogël. Një ditë shumë e veçantë kjo sot, apo jo, Erlisa? Po, sigurisht. Pa bërë ende 15 vjeç dhe ti prezanton një ekspozit që ka mbi 40 piktura. Po. Si e ke pritur ditën e sotme, me sa emocion, këto javët e fundit si kanë qenë derisa ti bëje gjërat gati, pikturat e tua t'ishin nga më të mirat? Në rreth të parë do doja t'ju falenderoja jashmase për ftesën e emisionin tuaj. Kënaqësia është e jona të të kemi këtu. Dhe për mundësinë që më dhanë të jem pjesë e këtij emisioni, me thënë të drejtën ka pasur goxha angazhim nga të gjithë njerëzit që më kanë rrethuar, nga prindrit sigurisht dhe nga mua, sepse më duhet të punoja vërtet shumë për të arritur deri në këtë ditë sot, por besoj se ja kam arritur. Dhe është një lloj kënaqësie, apo jo? Sigurisht. Jo vetëm për ty, është për prindrit, për njerëzit që ka njohur talentin tënd që në moshë të vogël, se duhet thënë që Erlisa ka nisur kursin e pikturës 6 vjeç. Po. Dhe që atëherë ti nuk je shkëputur, me shkëputje të vogël, disa mujore që nuk quhet, pra për vite e vite të tëra ti ke investuar në fushën e pikturës dhe tani është rezultati. Me anë të kameras ne do të mund të shohim edhe disa nga pikturat, kemi mundur të marrim vetëm pak 5 prej tyre. Përzgjodha disa me teknika të ndryshme, një me akrilik, një me vaj, një bardhezi, një gravur dhe një akvarel. Dhe në fakt është e çuditshme, sepse ndonjëherë piktorët kanë një rrymë të preferuar. Ti je multidimensionale, do t'i bësh të gjitha. Si ka ardhur tek ty, le të themi, dëshira për t'i bërë mirë të gjitha? Ke provuar një lloj pikture, më pas ta provoj dhe këtë tjetrën, si është zhvilluar me rritjen tënde, le të themi, edhe arti i pikturës, Erlisa? Fillimisht në më shumë të vogël, piktura vetëm me lapustila, dhe bëja piktura modeste. Në kalimin e kohës u futa tek ngjyrat me penela, tek akriliku, tek akvareli dhe me bardhezi. Më pas u futa në kursin tjetër dhe fillova të provoja çdo teknik. Dhe nuk po dija se ku ta gjeja veten në cilën teknik. Se po i bëhet të gjitha mirë. S'mund të them që i bëhet të gjitha mirë, po më përfshiu aq shumë bota e pikturës, saqë doja të provoja në çdo moment gjëra të reja. Është një nga pasionet tua më të mëdha piktura? Po, sigurisht. Edhe pse ti je aftë të bësh shumë gjëra njëkohësisht. Po, është pasioni ku kam investuar më shumë se pasionet e tjera. Megjithatë, ti sot prezanton ekspozitën e parë, dhe unë uroj që pasaj të vinë shumë ekspozitat të tjera. Megjithatë, vlen të zbulojmë për publikun se Erlisa ka vendosur, edhe pse piktura është pasioni i saj më i madh, të mos jetë ky profesioni parsor i të ardhmes, apo jo? Po. Ti je edhe një nga ato nxënëset ekselente, që mëson shumë, të pëlqejnë kryesisht lëndët eksakte, apo jo? Po. Dhe duket pak e çuditshme se ndonjëherë artistët, kur janë të apasionuar pas një fushë, sikurse në rastin e konkret është piktura, i dedikohen asaj gjës dhe nuk i interesojnë edhe mësimet. Por ti ja ke dalë ti bësh të gjitha shumë mirë. Si ja ke dalë, Erlisa? Se ti vlen edhe si një shembull për brezin e ri, për bashkëmoshaqtarët e tu, për treguar që po të duash, mund të bësh shumë gjëra mirë njëkohësisht. Jam munduar që të gjej kohën për çdo gjë, si për mësime, si për pikturën. Sigurisht jam marrë goxha me detyrat, me mësimet, por në kohën e lirë i kam përkushtuar goxha rëndësi dhe pikturës. Nuk e kam lënë bazdore, nuk jam fokusuar tek elektronike, tek telefonat. Pra nuk kalon shumë kohë, le të themi me iPad, me smartphone, si një pjesë e madhe. Sigurisht i kaloj kohë. Natyrisht se nuk i shmang dot. Parsore ka qenë piktura. Megjithatë, përveç pikturës, ti preferon dhe muzikën. Po. Më trego pak edhe për këtë pjesë tjetër. Në çfarë aspekt pëlqen muzika? Jo vetëm ta dëgjosh, kuptoj. Jo vetëm ta dëgjoj, por edhe të luaj instrumente muzikore, si për shembull kitara të themi, nuk jam profesioniste, nuk kam qenë asnjëherë në kurs, por vetë në shtëpi mundohem. Pasi është një instrument që më tërheq shumë.
sigurisht nuk është parësore muzika për mua, por kur pikturoja ma ka një rol shumë të rëndësishëm. Pra ti pa muzik nuk pikturoj? Nuk pikturoj dot. Dhe kurioziteti është se çfarë e motivon një artist? Pra, çfarë është muzika? Cila lloj muzike më sakt të stimulon ty që të bësh piktura kaq të bukura? Nuk mund të them që muzika klasike nuk më pëlqen ta dëgjoj, por nuk e dëgjoj shpesh kur pikturoj. Muzika që më nxit më shumë të pikturoj është muzika rock. Pra është një shtysë të rëndësishme muzika rock. Sepse më nxit goxha dhe më jep adrenalin për të pikturuar, jam më e lirshme, kurse muzika klasike është pak më e qetë dhe ka të qetësinë. Ndoshta do të duhet kur të lodhesh me rockun në një moshë më të rritur, apo jo? Se tani e pikërisht në atë moshë ku ti ke nevojë që të kesh sa më tepër adrenalin, ëh? Dhe kjo muzika, edhe pse kështu nuk duke si rockere, nuk e filluar ende ta praktikosh me veshje. Megjithatë, për të ndalur pak tek pikturat. Pikturat të gjitha edhe për masave, kam një pikturë të vogël këtu, apo jo? Ndaj, unë dua të të pyes cilat janë tematikat që ti preferon më tepër të pikturosh, apo temat që ke trajtuar më shpesh në këto pikturat të tuat? Kryesisht janë peizazhe dhe natyra të qeta. Nuk janë të tepërta portretet, pasi nuk jam shumë e specializuar në atë pjesë. Kryesisht më pëlqen pikturat me ngjyra, siç e shikoni kryesisht janë me ngjyra. Më shumë më pëlqen të luaj me natyrën. Më pëlqen shumë bukuria e natyrës dhe kryesisht pikturoj peizazhe me det, me varka, siç e shikoni dhe atje është një varkë, një peshkareç. Dhe këto janë gjëra që pikturoj kryesisht. Megjithatë, mua më bëri shumë përshtypje edhe portreti aty, bardhëzi, i një fëmije, i cili kërkon, besoj, një perfekcion në ndërtimin, le të themi, të tipareve. Shpeshherë, profesionistëve të vërtet u duhet që të kalojnë shumë vite karrierë, që t'jenë të bindur se mund të realizojnë një portret mirë. Pra, nëse në një peizazh ti luan pak me ngjyrat, e rregullon, nëse një gjë nuk shkon mirë, në portret duhet jesh perfekcionista, apo jo? Pasi për një viz delin riu tjetër për tjetër. Po pra, ndryshon imazhin. Kur ke nisur të pikturosh portrete? Mban mend kur ka qenë portreti i parë, po themi? Portreti i parë ka qenë në vitin 2014, por nuk ka qenë portret tamam, ka qenë në profil. Kurse portretin që juve shikoni në studio e kam bërë vjetë. Ka qenë i vështirë, sigurisht nuk ka dalë tamam si në model, por e munduar. Jo, natyrisht e munduar edhe të paktën ti ndoshta e krahason me foton që ke parë paraprakisht, por nëna duket shumë e bukur edhe vërtet komplimente. Si ndodh kur ti pikturon? Të vjen një frymëzim, ulesh, e fillon dhe mbaron, apo të ndodh që ti nis një pikturë, e lë për një pauzë për të rimarrë energjitë dhe ja nis për një herë të dytë, po themi. Si ndodh që është kjo muza jote e frymëzimit? Ndodh që një pikturë e filloj dhe e mbaroj. Për shembull, pikturën që juve keni në dorë, e kam filluar dhe e kam mbaruar. Jo vetëm sepse ishte e thjeshtë, por dhe se më tërhoqi. Ka raste kur e nis një pikturë, pastaj nuk më pëlqen se si duket në fillim dhe e lë. Por mami gjithmonë më thotë që të vazhdoj të pikturoj, gjithmonë më nxit që të pikturoj, dhe në fund kur me nxitjen e mamit, unë shikoj që piktura del goxha e bukur. Pra mami të vë përpara përgjithësisë të shtyn, ë? Unë nuk pres shumë nga vetja dhe mendoj që nuk do dali e bukur piktura, por gjithmonë me nxitjen e mamit ja kam dalë. Pra shumë e rëndësishme, edhe pse ti je fare e re, Erlisa e kupton që mbështetja e prindërve, shtysa e tyre është shumë e rëndësishme, sa do talent ti të kesh, nëse nuk janë ato prezent me ty, gjërat ndonjëherë janë pamundura. Të kam përkrahur, besoj që të vogël. Fakti që në moshë 6 vjeç të ka çuar në kurs. Që në momentet e mia të para, ata kanë zbuluar të themi talentin tim në pikturë, isha shumë e pasionuar dhe që në kopësht më kanë çuar në kurs, gjithmonë kanë sakrifikuar dhe janë munduar që të më plotësojnë çdo nevojë time për talentin që kam, më kanë çuar në kurse dhe gjithmonë kanë qenë një shtysë shumë e madhe për mua. Megjithatë, unë dua të ndalim pak edhe te kjo piktura tjetër që kam këtu. Kjo quhet, ma thua edhe një herë? Gravur. Gravur. Dhe duke e parë nga afër, sigurisht është një realizim shumë i bukur edhe nga larg, por duke e parë nga afër, unë si një jo profesioniste, kuptoj se në fakt është shumë e vështirë, sepse kërkon një perfeksionizëm të paparë, që do thot luhet me dritije, me vija, dhe nëse një vis shkon keq, kam përshtypjen që piktura të shkon dëm, është e vërtet? Okej, dhe mund ta rregullosh, por është pak e vështirë. Kërkon pra shumë për kushtim, sepse shoh që është realizuar me këto vizat, ndërkohë dritijet,
të cilat janë të realizuara po me lapës? Me rapid. Me rapid. Shumë interesante. Është një nga zhanëret që ty të pëlqen, apo e ke bërë thjesht sepse do të eksplorosh? Edhe se dua ta eksploroj, po edhe sepse më pëlqen. Kam disa gravura të përfshira në ekspozit. Sot është ekspozita, është mbasdita në orën? Në orën 6. Në orën 6, ku natyrisht ti ke ftuar bashkëmoshatarët e tu, njerëzit tu të afërt, sigurisht që bëjmë një ftesë edhe publikut, apo jo që do të jetë aty për të parë nga afërt të gjitha pikturat dhe realizimet e Erlisës. Megjithatë, ti ke shok dhe shoqe me të cilët ndo pak kohë të lirë që mund të mbetet e kalon me to, si e ke marrëdhënien me shokët e shoqet, apo je totalisht e përkushtuar ndaj kësaj botës tënde të bukur artistike dhe ke pak kohë për ta? Nuk mund të them që kam pak kohë, por as që i kushtoj shumë kohë shoqërisë. Vërtet, kam shumë shokë dhe shoqe në klasë, në ambiente të ndryshme, por kryesisht merrem me pikturë, nuk jam person që dal shumë me shoqërinë, por ama shoqërinë e vlerësoj shumë dhe më kam mbështetur goxha. Jam kurioze të di shoqet e tua, për shembull ti duhet të kesh ndonjë shoqe të ngushtë apo jo? Shohin pikturat e tua të paktën gjatë gjithë këtyre viteve dhe procesit, të kritikojnë ndonjëherë, të thonë ua Erlisa sa mirë bëre këtë gjë. Si ka qenë, le të themi, dhe shtysa e tyre? Gjithmonë kam pasur komente pozitive nga shoqet e mia, kanë qenë mbështetje vërtet e madhe dhe nuk mund të them që më kanë kritikuar shpesh, por më kanë lavdëruar, të themi. Dhe kjo është një shtysë shumë e mirë për ty. I falenderoj. Megjithatë, ti ja ke dalë mban që edhe me mësime ti je mirë, por sa të kanë toleruar ndonjëherë mësuesit ose sa të kanë dhënë dorë që më tepër se sa lëndët mësimore, për shembull, të stimulojnë tek Erlisa dëshirën për të qenë artiste, për të dhënë mundësi që punët e tua të vlerësohen, të mos mbetin aty në sërtar, siç mund të ndodhë shumë artistëve që i vendosin në sërtar dhe nuk dalin në pa. Si ka qenë marrëdhënia me mësuesit, interesimi i tyre për artin tënd? Përveç pjesës mësimore, ku më japin mësim, ata kanë qenë një shtysë shumë e madhe, pasi gjithmonë më kanë lavdëruar, më kanë thënë gjithmonë fjalë të mira dhe kanë qenë mbështetje e madhe, të themi. Unë nuk kam treguar shpesh pikturat e mia dhe ata kanë thënë fjalët e tyre, më kanë kërkuar dhe që të bëj piktura. I ke bërë dhe mësuesve? Po, i kam bërë disave. Domethënë dhe ata kanë pasur rolin e tyre në rrugëtimin që unë kam. Kështu që është e rëndësishme që të kuptojnë, apo jo? Edhe në shkollë. Megjithatë, të ardhmen tënde si e sheh, Erlisa? Tani ti ke hyrë në atë fazën ku po rritesh, se bën 15 vjeç, për shkak pyetja çfarë do të bësh kur të rritesh. Erlisa është në dilemë të madhe. Po, ndoshta mund të duket e çuditshme, por unë pikturën nuk e shikoj as pak si profesion. Kryesisht jam tek shkencat eksakte dhe më pëlqen shumë kompjuterika. Dëshiroj të studioj për shkenca kompjuterike. Një nga ëndrat e mia më të mëdha është të punoj në kompani prestigjioze, si për shembull Google, Microsoft. Mirë, qëllimet i paske shumë të mira, Erlisa. Po, dhe këto më bën që të eci përpara. Gjithmonë, kur ke disa ëndra, dhe gjithmonë bën përpiqje që të ndjekësh. Kjo është kryesorja. Kur e ke kuptuar që ke aftësi, sepse përveç se ti ke mësuar shumë, është edhe një lloj aftësie që të përfshihesh, le të themi, në shkencat kompjuterike. Është një gjë që duket ndonjëherë e komplikuar për ata që nuk marrin vesh. Kur ka nisur, le të themi, të kuptosh që vërtet ky është një drejtim që unë dua ta ndjek. Se ndonjëherë ka dhe 18 vjeçar që i pyet çfarë duan të vazhdojnë më tej dhe janë ende të paqartë, ndërkohë ti pa për 15 vjeç e di shumë mirë ku do të shkosh. Po, në fakt, më përpara kam ndruar mendjen shumë herë, kam dashur të bëhem arkitekte, më pas mendova që të bëja një profesion që lidhet dhe me kompjuterin dhe me pikturën. Si për shembull të punoja në Disney si animatore, ku përfshiheshin edhe aftësitë kompjuterike edhe aftësitë në të pikturuar. Por, domethënë kohët e fundit e kam ndruar mendjen që dua të përfshihem kompjuterit. Më pëlqen shumë të merrem të hulumtoj kompjuterin, programet, nëse mësoj një program të ri, dua të mësoj çdo komandë deri në fund. Dua të zhbërloj çdo program. Pra, në një farë mënyrë ti pikturën, pasionin tënd më të madh, do ta kesh një hobi. Po, ose një pasion të them. Ose një pasion. Le të themi që ti nuk do ta lësh pas dore. Jo. Edhe në momentin që do të ndalesh me kurset, apo jo? Jo. Kjo ekspozit sigurisht është një gjë shumë e bukur për të vendosur njëkohësisht përpara një përgjegjësie, apo jo të madhe, sepse ti ke arritur tani në një standard që të tjerë mund të arrisin në një moshë edhe më të madhe. Çka nuk të lejon të kthesh më mbrapa, apo jo? Jo. Kështu që sikurse ke për shkencat e informatikës qëllime të qarta,
ke qëllime të qarta se çfarë do të bësh me pikturën, pra ke ide se çfarë do të organizosh, apo të marrësh pjesë, le të themi, në aktivitete të rëndësishme botërore, ku piktura vlerësohet shumë dhe ku një pikturë e jotja mund të bëhet shumë e famshme, sa hulumton për të kuptuar se si funksionon jashtë? Në fakt, pikturën unë thashë nuk do ta lë, kur të rritem do ta kem si pasion, nuk mund të them që pretendoj që të arri kulmet e mia në pikturë, sigurisht pretendoj shumë nga vetja. Dëgjoj, dhe mund të arrish. Ti thua nuk do ta kem profesion të parë, por piktura mund të t'jap një dorë edhe më të kohën e mirë. lirë, nëse dikush më kërkon një pikturë për qef, mund t'ja bëj. Pse jo, në të ardhmen mund të hap dhe ekspozitat të tjera, mund të përfshijmë dhe në botën e pikturës jashtë shtetit, siç e thatë edhe juve. Nuk është as pak, domethënë që nuk kam, nëse do të kem profesion, nuk do merrem me të. Por thjesht nuk e shikoj si kryesore, sigurisht kam për të marrë. Ju premtoj që s'do e lë më një pikturë. Megjithatë, ky është vetëm fillimi, le të themi, të paktën prezenca e ekspozitës e realizimit të një ëndre të Erlisës, që prindrit ja kanë bërë realitet tashmë në prag të 15 vjetorit. Megjithatë, unë me dashur të uroj shumë suksese. Uroj që ti jesh e suksesshme jo vetëm në pikturë, aty ku ke investuar, por edhe në shkencat kompjuterike, që i ke si qëllim. Jem e fat që ke edhe dy prindër që të kanë suportuar, ishte edhe mami Miranda, e zjarë dhe e gatshme për t'i dhënë për krajen e duhur Erlisës. Në fakt, prindrit nuk janë të vetmi që më kanë mbështetur, doja të merrja shkas për të falenderuar njerëz shumë të veçantë që më kanë ndihmuar në rrugtimin që unë kam marrë, përveç prindërve, të cilët më kanë mbështetur që në fillimet e mia. Doja të falenderoj edhe shkollën time, shkollën Albanët, stafin e mrekullueshëm, drejtoreshën e shkollës, mësuesit, gjithashtu dhe nxënësit. Veçanërisht doja të falenderoja shumë mësuesen e pikturës, mësuese Erolinda Koçllari, e cila ka pasur më ka dhënë një ndihmë shumë të madhe, si profesionale, si morale, e falenderoj jashtëzakonisht për çdo gjë që ka bërë për mua. Gjithashtu doja të falenderoja edhe dy mësuesit e mi të mrekullueshëm të pikturës, çiftin Bali dhe Mikel Zhavo, të cilët më kanë mbështetur për këto 4 vite që kam qenë në kurs tek ta, profesionalisht, në çdo aspekt të pikturës. Dhe që kanë investuar një pjesë të asaj që Erlisa është sot, apo ja? Unë, përveç talentit që kam, prej tyre mendoj se kam arritur deri në këtë nivel që jam dhe u premtoj që do arri më shumë. E ke si një detyrë, apo jo, morale. I falenderoj dhe të gjithë që kanë investuar për të sjellë një talent si Erlisa. Shumë suksese sot. Në orën 6 në Muzeun Historik Kombëtar do t'jenë pikturat e Erlisa Kulla. Ne kemi disa prej tyre, të tjera do t'keni shansin dhe mundësin t'i shihni konkretisht atje. Kemi mbritur në fund të këtij transmetimi të drejt për drejt, miq të dashur. Natyrshëm unë ju përshëndes të gjithëve, mos u largoni nga ekrani i Ora News, sepse është momenti i Departamentit të Informacionit që merr me një stafetë, ndërkohë nesër sërish në orën 7 do të jemi në këtë studio. Deri atëherë miru takofshim. Ky program mundësohet nga Helmans.